Mbani qep të kuqe në shtëpi dhe i përdorni çdo ditë dhe nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Qepët e kuqe nuk janë vetëm një element bazë për gatimin, por mund të jenë edhe një mjet i vlefshëm në luftën kundër komplikacioneve. Shkencëtarët në Universitetin Guelph në Kanada testuan edhe llojet e qepës që shfaqin veti të mira kundër inflamacioneve dhe zbuluan se Ruby Ring, një lloj qepe e rritur në Ontario, ka nivele më të larta të një lloji specifik të flavonoidit, quercetin. Për të testuar efektivitetin e tyre, ekipi i kërkimeve ekspozoi qelizat e dëmshme të zorrës së trashë ndaj quercetinës të nxjerrë nga varieteti Ruby Ring. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ne zbuluam se qepët janë të shkëlqyera në largimin e qelizave të dëmshme, citoi autori i studimit Abdulrahman Mournei. Qepët përmbajnë një proces specifik që i nënshtrohen qelizave të dëmshme edhe në largimin e tyre. Ato nxisin një mjedis të pafavorshëm për to dhe prishin komunikimin midis tyre, gjë që parandaloi edhe rritjen e tyre. Studimi zbuloi se qepët të kuqe jo vetëm që kanë nivele të larta të quercetinës, por kanë gjithashtu edhe sasi shumë të larta të antiocianinës, e cila vepron si një pastrues i molekulave të quercetinës, citoi Mouraien. Antiocianin kontribon ndjeshëm në krijimin e ngjyrës së frutave dhe perimeve dhe për këtë arsye, qepët e kuqe, të cilat kanë ngjyrë më të errët, kanë edhe fuqi më të mira antiinflamatore. Studimi zbuloi gjithashtu se qelizat e qepës ishin po aq të afta të largonin qelizat të dëmshme të gjirit. Për të testuar vërtet potencialin e luftimit të tyre, hapi tjetër i ekipit do të jetë prova tek njerëzit. Çelësi për të marrë përfitimet kryesore të qepës është konsumi i tyre në mënyrë të rregullt. Kur vjen puna te qepët, konsumatorët kanë larmishmëri të zgjedhjeve, ka qep të kuqe, të verdha ose të bardha. A keni menduar ndonjëherë se cila prej tyre është më e shëndetshme? Shqiptarët e duan qepën dhe ka kaq shumë përfitime sa që 90% të nevojës të tregut e plotësoi në vet. Gjithashtu, në nivel kombëtar qepa është nga më të konsumuarat. Qepët e kuqe janë të pasura me vitamina dhe minerale të cilat i duhen organizmit edhe në luftën kundër komplikacioneve të përditshme. Qepët e kuqe kanë 2 herë më shumë quercetin se qepët e bardha dhe rreth 14 herë më shumë se sasia e hudhrës. Studimet sugjerojnë se ngrënia e qepës mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër, duke ulur presionin e gjakut dhe duke menaxhuar nivelet e kolesterolit dhe duke reduktuar inflamacionin. Qepët e kuqe janë një lloj qepe e njohur për lëkurën e tyre edhe në lejla të kuqe, me shijen e tyre të butë për shkak të ëmbëlsisë. Ato përdoren shpesh të papërpunuara në sallata, në sanduiç ose në salca. Por gjithashtu mund të piqen në zgar, të piqen në furrë ose të karamelizohen. Ngjyra e tyre vjen nga antiocianinat, të cilat kanë veti të mira antioksiduese. Ato janë të pasura me vitaminën C dhe vitaminën B6. Fibrat që përmbajnë sulfur që gjenden edhe tek qepa gjithashtu janë shumë të rëndësishme edhe për organizmin tuaj. Gjithashtu, ato përmbajnë element që përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe kanë përfitime të mira antiinflamatore. Krahasuar me qepën e bardhë ose me qepën e verdhë, qepa e kuqe ka një shije më të mirë, më të mprehtë dhe janë më të freskëta, por zbuten ndjeshëm në rast se doni t'i gatuani. Në 100 gram qep të kuqe do të gjeni të paktën 40 kalori, 9.3 gram karbohidrate, 4.2 gram sheqer, 1.7 gram fibër, 1.1 gram protein, 0.1 gram edhe yndyrë, 8 deri në 10% të masës ditore, vitaminën C, 5% të vitaminës B6, 9% të folatit dhe 150 mg të potasiumit. Antioksidantët që gjenden te qepa e kuqe bëjnë atë një zgjedhje mjaft të pasur për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Qepët e kuqe janë shumë të pasura me antioksidant. Qepët e kuqe përmbajnë antiocianin dhe quercetin. Antioksidant këto është shumë të fuqishëm edhe në reduktimin e inflamacionit dhe uljen e rrezikut të sëmundjeve kronike. Qepët e kuqe janë një mbrojtës shumë i mirë i shëndetit tuaj të zemrës. Quercetin është e lidhur me uljen e presionit të gjakut dhe niveleve të kolesterolit, duke reduktuar kështu rrezikun e sëmundjeve në zemër. Qepët e kuqe do të forcojnë sistemin tuaj imunitar.
të pasura me vitaminën C dhe përbërje sulfurike që mbështesin sistemin imunitar dhe luftojnë infeksionet. Qepët e kuqe kanë veti të mira anti-inflamatore. Flavonoidet që gjenden te qepa e kuqe ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, gjë që mund të ndihmojë edhe në gjendje si artriti dhe astma. Qepët e kuqe do të ndihmojnë edhe kundër problemeve të tretjes. Përmbajnë fibra prebiotike që mbështesin shëndetin e zorëve duke ushqyer bakteriet e dobishme të traktit tuaj tretës. Qepët e kuqe mund të jenë aleate në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Disa studime sugjerojnë se qepa e kuqe mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ulë gjithashtu nivelet e sheqerit në trup. Qepa e kuqe ka veti të mira anti-inflamatore dhe mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Përbërje sulfurike dhe antioksiduese te qepa e kuqe mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të disa llojeve të inflamacioneve, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e stomakut dhe të zorrës. Mbështesin gjithashtu edhe shëndetin e lëkurës dhe të flokut, të pasura me vitamina dhe minerale që ndihmojnë në prodhimin e kolagjenit dhe rritjen e flokut të shëndetshëm. Qepët e kuqe mund të cilësohen gjithashtu si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese që mund të bëjnë për mbrojtjen e organizmit. Padyshim, qepa e kuqe është një produkt që ndihmon ndjershëm në mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Duhet të bëni kujdes që gjatë përgatitjes të mos e zjeni ose ta piqni sepse do të humbas edhe shumicën e substancave shëruese, ndaj pikërisht për këtë arsye mund të jenë një cilësi mjaft e mirë. Disa nga vlerat ushqyese të qepës janë të larmishme, ndaj në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni prej tyre. Ato do të parandalojnë krijimin e qelizave të dëmshme. Qepët e kuqe janë të pasura me substance të sqafurit që mbrojnë organizmin nga problemet e lukthit, të zorrës së trashë dhe të gjirit, të mushkërive gjithashtu edhe të prostatës. Ato ndikojnë edhe kundër bakterieve dhe stimulojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Qepët e kuqe janë një zgjidhje shumë e mirë edhe në rast se doni të mbani larg shqetësimet e diabetit. Qepët e kuqe të papërpunuara shtojnë në prodhimin e insulinës. Nëse vuani nga diabeti, keni një arsye më shumë për t'i përfshirë qepët e kuqe të papërpunuara në dietën tuaj. Qepët e kuqe janë një aleat i organizmit edhe në betejën kundër problemeve të ftohjes dhe kapslëkut. Nëse ju mundon kapslëku, ju mund të ndihmoni veten tuaj falë fibrave që gjenden te qepët e kuqe, pasi do të jenë një mundësi shumë e shkëlqyer për të larguar helmimin e zorrës dhe për të ofruar një tretje më të shëndetshme. Qepët e kuqe janë aleate të organizmit edhe në betejën kundër infeksioneve të fytit. Një qepë e kuqe mund të përgatitet lehtë. Ajo mban larg disa lloje të komplikacioneve si ftohjet dhe dhimbje të ndryshme të fytit. Gjithashtu, në rast se keni probleme me rrjedhjen e undëve, qepët e kuqe mund të jenë një alternativë shumë e çmuar që mund të shtohen pa frikë në dietën tuaj. Kështu ndikimet e tyre pozitive që do të merrni do të jenë të larmishme edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë gjithashtu qepën e kuqe si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në lehtësimin e këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu në nxitjen e një organizmi më të fortë dhe më të shëndetshëm. Pasurimi i dietës tuaj me qepën e kuqe do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të gjithë ata persona të cilët kanë edhe një tretje të vështirë. Qepa e kuqe është një element kryesor i kuzhinës, kjo për shkak të aromës së veçantë dhe ngjyrës që ajo ofron me përfitime të larta në mbrojtjen e organizmit. Megjithatë, ato janë edhe arma sekrete për kujdesin e flokut dhe të lëkurës suaj. Ngjyra e tyre është ajo që ofron edhe elemente të përbërësve të sqafurit dhe antioksidantëve flavonoid që përmirësojnë organizmin dhe mbajnë larg komplikacionet. Në këtë rast, pasurimi i dietës suaj me qepën e kuqe do të jetë një element shumë i mirë edhe në forcimin e nxitjes dhe rritjen e flokut. Squfuri i pranishëm te qepa e kuqe do të japë rezultate të mira në nxitjen e përfitimeve në shëndetin e flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre, duke parandaluar edhe rënien e tyre. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.